Me rastin e marrëveshjes së bashkëpunimit të nënshkruar mes Universitetit të Korçës dhe Universitetit të Vlorës, u organizua Parlamenti Studentor, që vjen si një hap i rëndësishëm në forcimin e lidhjeve akademike dhe studentore. Këshilli studentor është zëri kryesor i studentëve. Ai organizon aktivitetet të gjithë formave, si sociale, sportive, kulturore, akademike, shkencore. Po ashtu dhe problematikat kryesore të studentëve, ai është fokusi, siç e thash dhe në fillim, është fokusi kryesor, zëri i studentëve. Zgjidh problematikat në bazë departamenti, institucioni apo dhe më lart, siç mund të jetë bashkia apo dhe ministria, që ne mund të adresojmë problematikat me shkresë. Ky aktivitet vjen pas zhvillimit të aktivitetit të parë sportiv me studentëve të dy universiteteve, duke treguar se bashkëpunimi nuk kufizohet vetëm në aspektin akademik, por shtrihet dhe në nxitjen e jetës sociale dhe sportive. Mendoj që jo vetëm Vlora, Korça, por gjitha qytetet, gjithë studentët, gjithë të rinj duhet të kenë këtë lloj bashkëpunimi me njëri tjetrin, të ndajnë eksperienca me njëri tjetrin, të mësojnë nga njëri tjetri, sepse nuk jemi perfekt, le të themi atë që është, dhe detyrimisht një palë mëson atë tjetra, sepse unë faktikisht kam mësuar shumë nga presidentja e Këshillit të Studentëve nëpërmjet strukturave, sepse synoj që të di çdo problematikë të mundshme të studentëve. Aktiviteti u përshëndet nga stafi akademik i dy universiteteve. I urojmë që këto iniciativa të studentëve tanë të vazhdojnë sa më shumë dhe të kenë një këndvështrim sa më të gjatë për të vazhduar në këtë rrugëtim kaq të bukur, tuajin dhe tonin gjithashtu në mbështetjen tuaj për gjithçka. Në cilësinë e dekanes ju siguroj që prioriteti i Fakultetit të Ekonomisë është studenti. Pra në qendër të çdo vendimarrjeje është studenti, sepse ne synojmë jo vetëm rritjen e cilësisë së mësimdhënies, pra të përgatisim dhe t'ju pajisim ju me njohuri teorike, por në të njëjtën kohë dhe me aftësi praktike, me një mendim kritik dhe me një etikë profesionale. Parlamenti studentor është më shumë se sa një strukturë. Është zëri i guximit, i mendimit të lirë dhe i besimit se ndryshimi fillon nga ne. Çdo ide e shprehur këtu sot ka vlerë, sepse pasaj qëndron përvoja dhe ndjenja e një studenti real. Është rëndësishme bashkëpunimi dhe në këto periudhë sfidas që kanë universiteti, është shumë rëndësishëm dhe ndërtimi dhe i programeve të përbashkëta, jo vetëm me universitetet e huaja, po dhe ndërmjet universiteteve të vendit tonë, universiteteve publike të vendit tonë. Aktivitetet të tilla kontribuojnë në rritjen e përfshirjes studentore, zhvillimin e aftësive qytetare dhe forcimin e bashkëpunimit ndëruniversitar në vend.